Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat editarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro paralajmëroi për rreziqet që fëmijët përballen në hapësirën digjitale dhe theksoi nevojën për investime në sigurinë kibernetike, ndërsa vlerësoi interesin që të rinjt kanë për degët e IT-s. Gjirokastra po bëhet një destinacion i preferuar për turistët vendas dhe të huaj gjatë festave të fundvitit. Bizneset hoteliere dhe strukturat akomoduese raportojnë prenotime të larta për Krishtlindjet dhe vitin e ri, ndërsa turistët vinë për të shijuar atmosferën festive, arkitekturën karakteristike dhe përvojat unike që ofron qyteti. Edhe Libova po shndërrohet në një destinacion tërheqës për turistët vendas dhe të huaj gjatë festave të fundvitit. Bujtinat e qytetit raportojnë prenotime të larta, duke dëshmuar se kjo zonë po bëhet një qendër në rritje në zhvillimit turistik në jug të Shqipërisë. I ka munguar Gjirokastrës prej vitesh, por i ngrihet këtë fundvit nga Bashkia. Teatri i Kukullave dha sot shfaqjen e parë për fëmijët gjirokastrit. Arushët e gëzuar erdhi në interpretimin e aktorëve të vjetër që kanë dhënë pafund shfaqje për fëmijët ndër vite. Ju njohim tani më gjerësisht. Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro paralajmëroi për rreziqet që fëmijët përballen në hapësirën digjitale dhe theksoi nevojën për investime në sigurinë kibernetike, ndërsa vlerësoi interesin që të rinjt kanë për degët e IT-s. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro mori pjesë në finalen e maratonës sigurisë kibernetike organizuar nga Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, ku finalistët ishin kryesisht nxënës dhe student. Në fjalën e saj, Kumbaro tha se në hapësirën e pakufishme digjitale, që është më e pambrojtura me brishta, por edhe më lakmuara nga autorët e rrezikut kibernetik, ata janë fëmijët. Që prej shtatorit, Ministria ka nxjerrë një udhëzim të ri, ndërkohë që prej vitesh kemi futur lëndën e ashtu quajtur të tikut, teknologji, informacion dhe komunikim, por paralel me të Ministria e Arsimit në këtë shtator ka nxjerrë një udhëzim për ndalimin e përdorimit të telefonave gjatë mësimit. Jo thjesht përdorimit, por as mbajtjen e telefonit në klasë, në xhep, në çantë. Një tjetër program që po ndërtojmë në përshkolla është, ju do thoni, po këtu jemi për sigurinë kibernetike. E pra, për atë, por unë dua t'ju flas për një anë tjetër të medaljes. Po fusim gjithmonë më shumë në shkolla, sidomos në atë që quhet arsimi bazë, nëntëvjeçaret, i aktiviteteve jashtëshkollore, të cilat synojnë t'i mbajnë fëmijët më gjatë në shkollë dhe sa të jetë e mundur të paktën ca kohë larg ekranit, nëse i okupojmë me të tjera aktivitete siç është programi ynë art, zeje dhe sport. Çka na rezulton një përpjekje shumë e mirë, jo thjesht për t'i mbajtur disa orë fëmijët larg ekranit. Ministria Kumbaro vuri në dukje se për të siguruar një mjedis të shëndetshëm ku fëmijët dhe të rinjt ta përdorin hapësirën digjitale për të ndërtuar një identitet të fortë, për të ndërtuar marrëdhënie të qëndrueshme dhe vetbesim, duhen patjetër investime. Lënda e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, pajisja deri në vitin 2028 me 1.000 shkollave me laborator inteligjent, do të shoqërohet dhe me një paket të plot dhe të diversifikuar trajnimesh për edukimin digjital për mësuesit, udhëzues për prindrit, ndërsa po përforcojmë qasjen STEM në mësimdhënie, që janë gjitha këto lëndët që në një mënyrë ose në tjetër lidhen me shkencat eksakte. Mund të them që në buxhetin e arsimit për vitin 2026 parashikohen vazhdimi i trajnimeve edhe për rreth 60% të mësuesve. Ka 2 vjet që bëhet në mënyrë shumë intensive, por do të vazhdoj, ku do të ketë trajnime specifike për mësuesit e tikut, përmes një fondi të dedikuar buxhetor. Ndërkohë që sapo ka filluar puna për kurikulën e re të tikut, që përmban një tematik të posaçme të titulluar Siguria të punuarit në kompjuter. Drejtuesi i Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike Igli Tafa u shpreh se finalizimi i kësaj maratone ka pasur një bashkëpunim të gjerë dhe shtrirje ndër institucionale. Ne mbyllim një udhtim e cila është unike në botë, që ka të bëjë me maratonën kombëtare të sigurisë kibernetike. Më lejoni ta sqaroj pse kjo maraton është unike. E para,
organizohet nga një institucion shtetëror, siç është Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, në bashkëpunim edhe me 2-3 institucione të tjera të cilët kanë qenë pjesë e këtij udhëtimi. E dyta, gjerësia e saj. Ajo përfshin të gjithë universitetet e vendit, një konkurim për fushën e sigurisë kibernetike të studentëve nga të gjithë universitetet, plus një universitet në Kosovë, plus edhe disa shkolla profesionale. Në arsimin e lartë janë 8.276 studentë që kanë zgjedhur degët e teknologjisë së informacionit në vitin akademik 2024-2025, ndërkohë që në vitin 2024 vetëm në programin Siguria Kibernetike janë diplomuar 51 studentë. Ministri i Financave Petrit Malaj deklaroi se përmes aktit normativ të fundvitit, shëndetësia do të mbështetet me 18 milion euro shtesë për sigurimin e barnave në spitalet publike, ndërsa pushteti vendor do të përfitojë 1.2 miliardë lekë për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura. Qeveria ka rishikuar buxhetin e shtetit për herë të katërt, teksa ka vendosur të japë shpërblime për fundvitin për personat me aftësi ndryshe në vlerën 15.000 lekë, kategori e cila nuk ishte përfshirë në aktin e tetorit, ku u dhanë shpërblime për pensionistët. Ministri i Financave Petrit Malaj njoftoi se me aktin normativ do të përfitojnë edhe sektor të tjerë si bujqësia dhe shëndetësia. Mbështetja financiare për familjet të cilat përfitojnë ndihmë ekonomike, si dhe për personat me aftësi të kufizuar apo kujdestarët e tyre. Masa e mbështetjes financiare në formën e bonusit të fundvitit do të jetë 15.000 lekë apo rreth 150 euro. Në total, nga kjo nisëm do të përfitojnë rreth 148.500 qytetarë me një fond total prej rreth 2.2 miliard lekësh. Malaj bëri të ditur se të gjitha fondet të cilat nuk do të shpenzohen nga ministrit apo institucionet buxhetore do të kalojnë në fondin e veçantë të pensioneve pranë Bankës së Shqipërisë. Shuma e cila minimalisht do të kalojë në këto llogari do të jetë në masën 150 milion euro. Kjo shumë do të përdoret për reformën e pensioneve, të cilën kjo qeveri tashmë e ka nisur. Në aktin normativ ka një fokus të veçantë edhe për bujqësinë. Fermerët do të përfitojnë një shumë prej rreth 2 miliard lekë shtesë nëpërmjet skemave mbështetëse. Qeveria gjithashtu parashikon 1.2 miliard lekë shtesë për shlyerjen e borxheve të pushtetit vendor. Vlera është e barabartë me 40% të detyrimeve totale. Shëndetësia do të jetë gjithashtu një sektor tjetër i cili do të mbështetet nëpërmjet këtij akti normativ, ku do të alokohen 18 milion euro shtesë mbështetje për ilaçet në spitale. Gjirokastra po bëhet një destinacion i preferuar për turistët vendasve të huaj gjatë festave të fundvitit. Bizneset hoteliere dhe strukturat akomoduese raportojnë prenotime të larta për Krishtlindjet dhe Vitin e Ri, ndërsa turistët vinë për të shijuar atmosferën festive, arkitekturën karakteristike dhe përvojat unike që ofron qyteti. Trendi i rritjes së vizitave po shihet si një sukses i promovimit dhe përmirësimit të infrastrukturës turistike lokale. Në Gjirokastra, atmosfera e festave të fundvitit ka nisur të ndihet edhe në strukturat akomoduese. Interesi për qëndrime gjatë kësaj periudhe është i pranishëm, ndërsa hotelet dhe bujtinat po përgatiten për të mirëpritur vizitor nga brenda dhe jashtë vendit. Gjirokastra vion të mbetet një nga destinacionet më të preferuara për të kaluar ditët festive, fal historisë, traditës, por edhe mikpritjes që e karakterizon këtë qytet. Tashmë Gjirokastra është futur në listën e në vendet e para të turizmit për të gjitha cilësitë që ka si qyteti UNESCO-s. Dihet që sezoni turistik i cili mbyllet në muajin nëntor ka qenë i kënaqshëm për këtë vit dhe patjetër që edhe në sezonin e dimrit dhe sëmos në pjesën e festave të Krishtlindjeve të Vitit të Ri është e kërkuar. Mund të them që për Vitin e Ri ka rezervime, tashmë janë duke u mbyllur rezervimet e fundit, po kështu dhe për Krishtlindje. Atmosfera në qytet edhe me zbukurimet që janë bërë për Krishtlindje dhe për Vitin e Ri është e këndshme. Nuk ka pasur një lëvizje të madhe në këtë pjesë të muajit, por gjithsesi fundjavat, fal dhe aktiviteteve që janë bërë në sheshin tek pema e Krishtlindjeve, ka patur lëvizje. Janë rezervuar një pjesë e njësive akomoduese dhe shpresojmë që të implementohen dhe të kalojmë sa më bukur.
Operatorët turistik dhe administratorët e subjekteve akomoduese shpresojnë që kjo periudhë festive të ndikojë pozitivisht në sezonin turistik dhe ekonominë lokale. Edhe Libohova po shndërrohet në një destinacion tërheqës për turistët vendas dhe të huaj gjatë festave të fundvitit. Bujtinat e qytetit raportojnë prenotime të larta, duke dëshmuar se kjo zonë po bëhet një qendër në rritjen e zhvillimit turistik në jug të Shqipërisë. Libohova vijon të mbetet një nga destinacionet më të preferuara në jug të vendit edhe gjatë festave të fundvitit. Qyteti historik është përfshirë në agjendat e mbrëmjeve festive, duke tërhequr vizitorë që kërkojnë qetësi, traditë dhe mikpritje. Administratorët e bujtinave në Libohov shprehen se gjatë ditëve të festave ka pasur rezervime, megjithse në numër më të ulët krahasuar me muajt e mëparshëm. 2 muajt e fundit tu në Libohov kam patur pak një ulje për sa i përket akomodimeve dhe rezervime që kemi patur. Megjithse tani shikojmë që gjatë ditëve të fundit të vitit kemi disa rezervime për aktivitete në lokal dhe disa rezervime për fund vit në përdhomat tona. Kanë qenë pak më të pakta, po që prap tani këto ditë të fundit kanë filluar që të kemi disa rezervime. Njerëzit kërkojnë pak një vend më të distancuar nga qytetet dhe zgjedhin të vinë në periferi dhe në zonat malore siç jemi ne këtu në Libohov, qoftë për fundjavat për të kaluar një fundjavë në Libohov, apo qoftë për festat e fundvitit tani këto ditë. Gatimet tradicionale të Libohovës mbeten ndër më të preferuarat për vizitorët. Këtë e pohon edhe mjeshtri i kuzhinës në Libohov Sedat Ismailati, i cili thekson se receta tradicionale dhe produktet vendase janë një nga arsyet kryesore që i rikthejnë turistët në këtë zonë gjatë gjithë vitit. Për sa i përket rezervimeve, ne kemi pas rezervime duke filluar që nga data 19 dhe deri në datën 30 të muajit. Kemi pas kolektive, ndërmarrje, në Gjirokastra, në nxënës të shkollash, të gjitha ditët janë të ngarkuara. Në Libohov ne preferojnë në të gjitha qytetet e Shqipërisë. Neve kemi klientë të përhershëm në lokal, duke shijuar gjitha gatimet tona tradicionale të Libohovës. Kryesisht në gatimet tona preferojnë mishin në hell, mishin e zgarës, gjëra tradicionale që kemi neve, byrek, lakror, qifqi, sarma me lule kumri, sarma me gjethe rushi, sarma me koklakër të bardhë, përshesh me të bërshma qingji, kukurec dhe shumë gatimet të tjera që i bëjmë në lokalin tonë. Me trashëgimin kulturore, mikpritjen dhe shijet autentike të kuzhinës tradicionale, Libohova vijon të mbetet një zgjedhje e veçantë për festat e fundvitit. Pavarësisht fluksit më të ulët krahasuar me periudha të tjera, qyteti ruan potencialin turistik dhe mbetet një destinacion i preferuar për ata që kërkojnë një përvojë ndryshe dhe të qetë gjatë ditëve festive. Në prag të festave, kur rritet edhe konsumi i produkteve ushqimore, strukturat përgjegjëse kanë shtuar kontrollet për garantimin e sigurisë ushqimore. Në Gjirokastër, sektori i veterinarisë pranë drejtorisë së bujqësisë po kryen inspektime në terren për kontrollin e mishit dhe produkteve me bazë shtazore. Sektori i veterinarisë pranë drejtorisë së bujqësisë në bashkinë Gjirokastër ka shtuar kontrollet në terren në prag të festave për të rritur sigurinë ushqimore dhe kontrollin e mishit që tregëtohet në tregje, dyqane dhe subjekte private. Kontrollet po kryhen për të verifikuar kushtet e ruajtjes, dokumentacionin përkatës dhe origjinën e produkteve me bazë shtazore. Është detyra jonë kryesore që të kontrollojmë dyqanet e mishit, kushtet higjienike në thertore. Shkojmë pothuajse çdo javë në të gjitha subjektet e mishit, kontrollojmë origjinën e produktit, kontrollojmë lëshimin e certifikatës veterinare nga veterineri zyrtar që qëndron në thertore, kontrollojmë vulosjen e mishit, me thënë çdo gjë ka qenë konform rregullave dhe ligjeve. Nuk kemi konstatuar ndonjë kështu. Tani në disa subjekte vlen për të dëshiruar pak higjiena. Në subjektet ku janë konstatuar shkelje janë lënë detyra konkrete për përmirësimin e kushteve dhe respektimin e standardeve të sigurisë ushqimore, ndërsa inspektimet do të vijojnë edhe në ditët në vijim. Ne te këto subjekte që kemi konstatuar këto shkelje të vogla, kemi lënë detyrat tona dhe për të përmirësuar kemi lënë edhe afatet e rikontrollit dhe kur kemi shkuar pothuajse pak a shumë i kanë përmirësuar kushtet higjienike.
Vetëm këtu çalon pak problemi, po në 2-3 subjekte. Qytetarët këshillohet të tregohen të kujdesshëm në blerjen e mishit dhe produkteve ushqimore, duke u siguruar që ato të jenë të certifikuara dhe të përmbushin standardet e kërkuara. Policia e shtetit ka kaluar në gatishmëri të plot për festat e fundvitit dhe fillimin e vitit të ri 2026 me plane të posaçme masash për garantimin e rendit dhe sigurisë publike. Masat përfshin shtim të patrullimeve, kontrolle të forta kufitare, rritje të sigurisë rrugore, monitorim të zonave festive dhe objekteve të ndjeshme, si dhe gatishmëri të strukturave speciale. Qytetarët ftohen të bashkëpunojnë dhe të denoncojnë çdo paligjshmëri në numrin 112. Policia e shtetit ka hyrë në gatishmëri të plot dhe ka përforcuar shërbimet policore në të gjithë territorin e vendit, me qëllim garantimin e rendit dhe sigurisë publike gjatë festave të fundvitit dhe ditëve të para të vitit të ri 2026. Drejtoria e përgjithshme policisë së shtetit ka hartuar një plan të posaçëm masash me detyra të qarta për të gjitha strukturat policore vendore dhe qendrore, i cili synon parandalimin e incidenteve, ngjarjeve kriminale dhe rritjen e sigurisë për qytetarët. Sipas policisë, masat përfshin shtimin e prezencës së shërbimeve policore me uniforma dhe policisë kriminale në terren për garantimin e rendit dhe sigurisë publike, si dhe parandalimin e veprimeve kriminale. Paralelisht do të forcohet menaxhimi i fluksit në pikat të kalimit kufitar përmes shtimit të sporteleve dhe burimeve njerëzore, si dhe përmes intensifikimit të bashkëpunimit me autoritetet homologe, me synim shmangën e radhëve dhe lehtësimin e lëvizjes së qytetarëve. Policia njofton gjithashtu se do të rriten kontrollet në pikat kufitare dhe patrullimet në kufirin e gjelbër për parandalimin dhe goditjen e krimit kufitar. Një vëmendje e veçantë do t'i kushtohet edhe sigurisë rrugore përmes monitorimit të shtuar të qarkullimit, përdorimit të mjeteve inteligjente, shpejtësimatëse, droneve, alkoltesteve dhe shtimit të patrullimit të policisë rrugore në të gjitha akset urbane dhe interurbane me qëllim parandalimin e aksidenteve. Gjithashtu, policia e shtetit thekson se do të ketë bashkëpunim të ngushtë me pushtetin vendor, institucionet fetare dhe policitë bashkiake për mbarvajtjen e ceremonive festive të Krishtlindjes dhe Vitit të Ri. Shërbimet policore do të jenë të shtuara në shetitore, zona pedonale, sheshe publike, objekte kulti, restorante, lokale dhe qendra tregtare për të parandaluar konfliktet dhe ngjarjet kriminale. Policia njofton se do të intensifikoj kontrollet ndaj subjekteve që tregtojnë lëndë piroteknike në bashkëpunim me strukturat e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, si dhe do të rrit gatishmërinë në banka, zyra kombimi valutor dhe objekte ku administrohen vlera monetare. Ndërkohë, forcat kombëtare e sigurisë, drejtoria e forcës së posaçme operacionale dhe reparti special Renea do të jenë në gatishmëri të vazhdueshme për të ndërhyrë në çdo rast nevoje. Policia e shtetit u bën thirrje qytetarëve të bashkëpunojnë me strukturat e policisë dhe denoncojnë çdo rast të paligjshëm apo indicje për konflikte në numrat pa pagesë 112 gjatë gjithë periudhës festive. I ka munguar Gjirokastrës prej vitesh, por ngrihet këtë fundvit nga Bashkia. Teatri i Kukullave dha sot shfaqjen e parë për fëmijët e Gjirokastrit. Arushët e gëzuar erdhi në interpretimin e aktorëve të vjetër që kanë dhënë pafund shfaqje për fëmijët të ndërvite. Pjesa u ndoq me interes nga vogëlushët e kopshteve, të cilët u shoqëruan nga prindrit dhe edukatorët. Gjirokastrës i rikthehet Teatri i Kukullave. Tashmë vogëlushët do të shijojnë shfaqje dedikuar atyre fal organizimit që Bashkia e Qytetit ka bërë për ngritjen e tij me angazhimin e aktorëve që kanë interpretuar me 10 pjesë ndërvite për publikun e vogël. Është një punë e palur dhe punojësve të drejtorisë arsimore në mbështetje të bashkisë, pse jo dhe në mënyrë personale të kryetarit të bashkisë, zotit Flamur Golemi. Me këtë ngjarje të sotme, ne do të japim një gjallëri qytetit tonë, brezit të ri, të ardhmes së këtij qyteti, këtyre fëmijëve, po pse jo dhe prindërve, gjyshërve dhe kujto tjetër që merren me edukimin e fëmijëve. Kjo sallë përmban 70 vende, është një sallë e bërë nga fillimi me restaurimin e bërë nga Bashkia dhe është në një infrastrukturë të këndshme për sa i përket realizimit të teatrit të Kukullave. Ju e shikoni vetë që aktorët janë pothuajse ata aktorët e vjetër, që nga Bujari, që nga Fredi, që nga Ludi, që nga Nikua,
Do mundohemi që këto shfaqje të japim çdo të shtunë të dirë në qytetin tonë, që të ketë një gjallëri të fëmijët të kenë ku të rejnë fëmijët e vegjël. Në fund të këtij ditari informativ lajmesh do të ndiqni një material më të zgjeruar për këtë veprimtari kulturore. Ne do të vijojmë ndërkohë me të tjera informacione, edhe pse në moshë pensioni Kasiani Rustemi nga fshati Shëntodhër vazhdon çdo ditë të punojë tokën e saj me përkushtim dhe dashuri për bujqësinë. Ajo kultivon perime gjatë gjithë vitit duke mbajtur gjallë një traditë të hershme të zonës së Lunxhërisë. Kasiani Rustemi nga fshati Shëntodhër i Lunxhërisë gjen kënaqësinë e saj në kultivimin e perimeve dhe në përkujdesjen e përditshme ndaj tokës. Edhe pse pensioniste, ajo tregon se gjatë gjithë vitit prodhon dhe konsumon vetëm produkte të rritura në tokën e saj. Unë kam mbaruar ekonomikun, kam dalë tashme, kam punuar në financë në komunë, në fermë, po kam dalë në pension tani. Duke mbjellur në sasira jo shumë të madhaja, janë plotësisht të realizueshme për ushqimin e një familje. Pse këto preshët, qepët, hudrat, i përdor, i pret dhe ato ri për të rjen dhe një sasi të vogël të jenë, ato i përdor 3 herë i konsumon. Ndërsa lule lakër, brokoli, kok lakër, misër të njomë që përdorin ma tje se edhe pëto janë të domosdoshme, plus serën që përdor që ajo, mandanoz, edhe spinaci, edhe salata, e konsumojnë fleta. Nuk është nevojshme të bësh sasira kështu. Dhe ato ri për të rihen. Dhe janë mjaft të konsumoshme deri në mars. Pastaj që fillojmë i përsëritim për na e para. Të gjitha llojet konsumoj vetëm perimet e mia. Frutat e punës japim vetë kënaqësi. Edhe kur i ke dhe bio, i përdor me pleun sepse kam delet e mia, kam dhinerat, sa aty që përdor pleun për këto, nuk janë me kimikate, kështu që janë mjaft të ushqyeshme. Jo vetëm për veten time, po i dërgoj edhe vajzës që kam në Tiranë. Në këtë kohë, të mbjellat kërkojnë një kujdes të veçantë dhe vëmendje të vazhdueshme. Mandanozi dhe spinaqi dhe salata, ato ka nevojë të mbulohen me plasmas, mini sera të vogla, të cilat rojnë kanë rezistencë. Ndërsa këto tjera nuk kanë gjë, rezistojnë të ftohtit. Kur ke kohë, me njëherë do vetet e baçja, sepse aty ndjehet kënaqësi. Kasiani Rustemi nuk siguron vetëm ushqim të shëndetshëm për familjen e saj, por kontribon edhe në mbajtjen gjallë të kësaj tradite të zonës së Lunxhërisë. Atmosfera e festave të fundvitit ka përfshirë qytetin e Konispolit në jug të vendit, i cili është veshur në drita dhe dekorime shumë ngjyrshe, duke krijuar një ambient të ngrohtë festiv për banorët dhe vizitorët. Kryeministri Edi Rama ka ndarë në rrjetet sociale pamje nga qendra e qytetit e zbukuruar në çdo cep, ku pema e vitit të ri, e ndriçuar me drita festive, është ndërruar në pikën kryesore të gëzimit për fëmijët. Shkëlqimi i dekorimeve dhe atmosfera festive kanë sjellë momente e hareje, veçanërisht për më të vegjëlit. Ndërsa prania e plakut të vitit të ri ka shtuar edhe më shumë gjallëri në sheshin e qytetit, duke krijuar çaste të paharrueshme për fëmijët. Edhe godina e Bashkisë së Konispolit është zbukuruar me drita festive, duke i dhënë qytetit një pamje të veçantë dhe duke reflektuar frymën e festave të fundvitit. Ndjekim në këto momente çeljen e teatrit të kukullave në Gjirokastër. Gjirokastrës i rikthehet teatri i kukullave. Tashmë vogëlushët do të shijojnë shfaqje dedikuar atyre fal organizimit që Bashkia e Qytetit ka bërë për ngritjen e tij me angazhimin e aktorëve që kanë interpretuar me 10 pjesë ndër vite për publikun e vogël. Është një punë e palur dhe punojësve të drejtorisë arsimore në mbështetje të bashkisë, pse jo dhe në mënyrë personale të kryetarit të bashkisë, zotit Flamur Golemi. Me këtë ngjarje të sotme, ne do të japim një gjallëri qytetit tonë, brezit të ri, të ardhmes së këtij qyteti, këtyre fëmijëve, po pse jo dhe prindërve, gjyshërve dhe kujto tjetër që merren me edukimin e fëmijëve. Kjo sallë përmban 70 vende, është një sallë e bërë nga fillimi me restaurimin e bërë nga bashkia dhe është
në një infrastrukturë të kënaqshme për sa i përket realizimit të teatrit të kukullave. Ju e shikoni vetë që aktorët janë pothuajse ata aktorët e vjetër, që nga Bujari, që nga Fredi, që nga Ludi, që nga Nikua. Do mundohemi që këto shfaqje të t'japim çdo të shtunë të dirë në qytetin tonë, që të ketë një gjallëri të fëmijët të kenë ku të vënë fëmijët e vegjël, jo vetëm në mënyrë të organizuar me kopshte dhe me shkollat e arsimit fillor, por edhe privat, prindër mund t'i bjenë t'i sjellin fëmijët e tyre çdo të shtunë do të ketë dhe të diel. Kur prindrit janë pushim, atëherë fëmijët duhet të kënaqen në këtë sallë kaq të bukur që ju e shikoni vetë. Aktorët Bujar Sulejmani, Fredi Beqo, Ludmila Harshova e Nikolaj Gjura e kanë pritur me kënaqësi këtë riorganizim për të cilin janë përpjekur prej vitesh, duke u shprehur se më në fund janë rikthyer në shtëpinë e tyre. Sigurisht sot është një ditë me gjithmonë e shenjtë në kuptimin edhe figurativ dhe artistik, sepse neve po ringjallim ose po rilindim teatrin e madh të kukullave, botën e madh të fëmijëve, sepse siç kam thënë shumë filozof, fëmijët janë lulet e jetës, janë cicërrimja, janë pikërisht e ardhmja e vendit tonë dhe ne kemi për detyrë gjithë shoqëria që të ndihmojnë në edukimin dhe argëtimin e fëmijëve. Pra atë relaksim që do të ketë prindi duhet ta ketë fëmia në rallë të parë. Dhe po arritëm këtë qëllim, ne kemi realizuar çdo gjë. Pikërisht sot këtë tempull i shenjtë këtu që është ngritur është me gjithmonë shumë i shenjtë dhe ka vlera për të ardhmen e fëmijëve tanë që të janë të lumtur ata. Po janë ata, jemi edhe ne. Ndaj dhe uroj suksese këtij teatri shumë të bukur për fëmijën. Edhe një herë tjetër faleminderit shumë ata që kontribuan në hapjen e këtij teatrit. Ne na kishte marrë malli, kemi mbi 20 vjet që përpiqeshim ta ringrinim, por nuk mundeshim dot se kjo me anën tonë nuk mund të bëjë. Kështu që faleminderit shumë bashkisë që na i bëri të mundur kthimin në shtëpinë tonë. Kjo është shtëpia tonë. Po jo vetëm tona, kjo është edhe fëmijëve që do vinë me gjyshit, me gjyshet. Është një emocion i papar, akoma nuk na besohet, jemi akoma në efektin na duket ëndër, na duket ëndër. Kështu që i urojmë gjithë trupës, të gjithë qytetit, të kemi suksese në këtë teatr, pasi këtu do kënaqen të gjithë. Kjo është një sallë moderne, me ngroje, me sistem ngroje, ftoje, kuptohet, 70 vende për fëmijë. Ne vajtëm në disa qytete të tjera që kërkonim dhe ndihmën e atyre për punën e kukullave të tyre, po këtë sallë nuk e kishin. Kjo është një sallë super moderne. Ne kemi përveç sallës, kemi dhe studion ku mund të bëjmë prova, kemi një ambient shumë të bukur tjetër, me ngroje dhe ajo. Jemi tepër të kënaqur, nuk kemi që kërkojmë më. Tani na ngelet veç neve të vëmë çfaqje sa më të bukura, çfaqje që të kënaqim spektatorin e vogël, po dhe atë të madh, se do vinë gjyshet, kënaqen më shumë gjyshet. Këtu të vish në moment kur vinë fëmijët, nuk ka kënaqësi më të madhe. Kur shikon se si qeshin, se si kënaqen. Pas shumë vitesh ne ringritëm teatrin e fëmijëve. Është një pjesë shumë e bukur. Kaloj në aktorët dhe fëmijët e kopsheve edhe sidomos deri te cikli ullët ne do bëjmë shfaqje për gjithë Gjirokastën dhe në rrethe. Besoj se ardashësit e vegjël do ta pëlqejnë këtë, është një pjesë shumë e bukur. Edhe me këtë rast dua dhe të përgëzoj organizatorët e këtij eventi kaq të madh, se pas shumë vitesh Gjirokastra ngriti teatrin ose shtëpinë e fëmijëve. Prindër e edukatorë kanë përshëndetur këtë iniciativë të Bashkisë Gjirokastër që i jep fëmijëve më shumë mundësi argëtimi. Kemi mbledhur sot këtu për të parë teatrin e kukullave, e cila është një iniciativë shumë e madhe dhe e rëndësishme për fëmijët, të cilët është një detaj që të gjithë fëmijët e duan dhe të gjithë fëmijët ndjehen shumë të lumtur dhe të gëzuar. Në këtë teatr të kukullave, jo vetëm që shikojnë shfaqjen, programin, por ata marrin dhe shumë mesazhe pozitive, të cilat edhe mund të imitojnë vetë, edhe mund të luajnë vetë deri nesër. Kështu që e falenderojmë drejtorinë,
I falenderojmë që të gjithë për këtë iniciativë edhe për këtë teatrin e bukur, do me thënë që e kanë krijuar dhe do vazhdojnë në vazhdimësi. Është herë e parë që pikërisht në qytetin e Gjirokastrës tashmë do të ketë edhe një teatr për fëmijët e vegjël. Një gjë që cilën prej vitesh e kishte munguar fëmijëve edhe qytetit. Këtu gjej rastin të falenderoj Bashkinë Gjirokastër që ka menduar për një investim të tillë. Shpresoj dhe uroj që fëmijët sot të kënaqen edhe të jenë të lumtur, pse jo. Arushët e vegjël ishte shfaqja me të cilën nisi rrugtimin ky teatr, të cilët fëmijët e ndoqën me interes dhe shprehën dëshirën për të rikthyer sërish. Shfaqja ishte shumë e bukur. Arushët e gëzuar mua më pëlqeu shumë dhe shpresojmë që të shikojmë shfaqje të tjera si kjo. Shumë e bukur, ishte një eksperiencë e paharrueshme. Asnjë nuk kam parë një shfaqje kaq të bukur. Kam motrën dhe me që kisha motrën dhe isha pushim, thash të vija ta shikoja. Kanë gjëra shumë të bukura për fëmijë që do të vazhdojnë. Shfaqja do të vazhdojë në ditët në vijim dhe vjen si një dhuratë për fëmijët nga Bashkia Gjirokastër për festat e fundvitit. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë mirupafshim.